shumë Sebi? Sebi është më sistematik. Se është në punë, gazetar, kurse Marsidi është që ajo Shqiponja që i vejnë atë qipin dhe i Kazakistan në Egjip. Po, bravo. Po i ta ka kap fix plak? Drejt ka. Ti bohemi është Marsidi, nuk kapet. Skifteri pra i vetë të qipin dhe e ndjek i shëncara, shkon në Kazakistan, Tajikistan, zbret në Egjipt, e nëzirën të ekranit të nerarit. Orët opsiane të Marsit Gubi. Bukur orët opsiane. Kush e ka thënë këtë? Me gjithë e lere. O e le dy të fillojmë emisionin dha, se vajti ora 10. Se në 11 e mbyllim. Po, fillojmë. Nise atër, hajde, se e bën zemje. Pa shumë myrje dali dhe sot që të fëtojmë kora është 10:02 minuta zënja zotrinj, jemi live tu në MCN TV si çdo të martë të mërkur dhe të premte. Të martë të mërkur ne jemi në orën 10 darkës dhe në 11, ndërsa të premte fillojnë në orën 9 darkës. Ju mund të ndiqni këtë emision për qefin tuaj përveç se në ekran live, edhe në zonë e lirë official që ju mund të abonoheni, bëni një subscribe, sa më shumë të jeni ju, aq më shumë, aq më mirë jemi dhe ne. Ky episod sonte është episodi 1046. Kjo është pjesa e parë, P1. Derisa kjo kutia që del këtu në ekran, është një kuti magjike, thjesht një QR kod në fakt, ku ju mund të lini pyetjet tuaja për të ftuarit e mi. Sonte përveç Marsit Gupit, avokat penalist, dhe jo vetëm, dhe Sebastian Zonjët, Gazetar Plus në MCN TV, për herë të parë në studio kam dhe Indrit Vokshën, analist politik i njohur tashmë për gjithë ju. Indrit, faleminderit që më erdhe. Faleminderit juve. Me Indritin, Marsidin dhe Sebastianin do mundohemi të trajtojmë dhe të hedhim dritë, të dezim projektorët mbi disa aktualitete të ditës dhe të javës. Fillojmë pa më burkolet jo, edhe pse Flogerti sot nuk e kemi do, sepse është rrugës për Amsterdam, nuk e kemi do të lidhje direkte. Flogert muçën nga Haga, ishte atje tek në gjyqin e Hagës, që unë mbyll sot duhet thënë. Sot ishin fjalimet e fundit të Thaçit dhe të krerëve të tjerë. Le të themi dy fjalë, kështu që le dio plas fix titullin e parë që ke në skalet, shtuhet nga Haga. Kush e kanë ndjekur më shumë nga ju këtë? E kanë ndjekur Indriti apo Sebi? Seb, Indrit? Për shkak punës, po... Indrit, e kanë ndjekur gjyqin me pak fjalë, do rinj vetëm pak minuta këtu. E kam ndjek gjyqin. Më thuaj të lutem, hynë dhe ti të ata njerëz të cilët bërtasin, me të madhe, prokurori idiot ndërkombëtar, tha kryeministri shqiptar, Ramsi IV, alias Sultani, dhe disa ditë më mbrapa, vetëm dje, pash rrjetet sociale, duket në TikTok, pash dhe Fantomasin e shkret që thoshte të njëjtën gjë, por nuk tha idiot ndërkombëtar. Fantomasi tha idiot kontekstual, idiot jashtë kontekstit, një gjë e tillë. Ti Indrit ku hyn? Hyn te Bardhezi, pra që ata janë të këqinj dhe krerët e OÇK-s janë komplet pafajshëm, po bëhet një padrejtësi e madhe, apo e shef me nuanca këtë histori? Unë nuk hy te Bardhezi, unë hy te Kuqezi. Dakor. Në kuptimin që nuk mund t'jap një trajtim patetik çështjes, por ndërkohë nuk mund t'jap asnjë trajtim në kuptimin servil të ndërkombëtarëve, sepse ne e kuptojnë çfarë është ajo. Ajo është një mekanizëm për të larguar nga politika krerët e UÇK-s. Nuk kanë nisur sot, qysh në vitin 2005 në Der Spiegel kanë dalë artikuj për Hashim Thaçin, Xhavit Halitin, Ramush Haradinajn, artikuj cilët është thënë dhe atëherë që kanë qenë të shërbimeve gjermane të cilët nuk i duan këta njerëz këtu. Në vitin 2008 Hashim Thaçi ka pasur një konflikt ku arrestoi 3 njerëz të cilët doli që ishin agent të shërbimeve gjermane dhe thonë shkurt gjermanët asnjëherë nuk e kanë dashur, as britanikët nuk e kanë dashur dhe kanë gjetur mekanizmin për ta hequr nga politika. Është 6 vjet dhe nuk mund t'i themi idiot prokurorit, por mund të themi që fuqitë e mëdha po na dënojnë politikisht siç na kanë dënuar herë të tjera. Ky është qëndrimi jot. Ky është qëndrimi. Po, nëse unë të pyes kush e ka dashur kokën e tyre, ti e the se kush, gjermanët dhe britanikët? Europa. Po, kjo është shumë e përgjithshme.
a din ndonjë klan caktuar, ndonjë fuqi të caktuar brenda këtyre vendeve që nuk kanë dashur këta njerëz në pushtet dhe ndaj burgosën? Po Sepse këtu të thuash Europa, Gjermania apo Anglia është pak e përgjithshme. nuk këto janë në vende konkrete, nuk është e përgjithshme. Jo, vendet janë, po e kanë fjalën se thuash, nuk është se kemi detyra zyrtare nga shteti gjerman apo shteti britanik që ata duhen burgosur. Pra, kur ti thua këtë gjë me siguri duhet të kesh disa info, disa gjëra në kokën tënde, nuk besoj se Planet nuk dalin në sipërfaqe, po pra, po sipas teje, kush mund ti, kush e donte kokën e tyre? Vetë shteti për interesat e veta. Përse Gjermania Për të vendosur njerëz më të besuar, pra shkuarja e këtyre në Hag, ju ka hapur rrugën Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit. Është fakt. Ti thua, atëre një sekond, ti thua që një fuqi më e madhe për të sjellë Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin në pushtet, Për të sjellë njerëzit e tyre. Njerëzit më të besuar të tyre. dhe është dashur që t'i futin brenda? Sigurisht sepse këto janë struktura shumë të forta pushteti dhe bazamenti në Kosovë. Rashim Thaçi nuk është kreu një organizate jo qeveritare, por është komandanti politik i UÇK-s dhe njëri i lidhur me botën e biznesit dhe të forcës në Kosovë. Pra e ndrit, nëse kuptova mirë unë, gjitha akuzat të cilat rëndojnë mbi këta njerëz, ti i bën nul, pra për ty nuk ekzistojnë. Unë bëj nul vetëm diçka. Këta janë marrë dhe janë quar atje 6 vjet pa pasur një dosje. Rashim Thaçi është kapur në avion vetëm për të mos shkuar në Amerikë, për të bërë atë marrëveshjen. I kanë kapur, i kanë futur atje dhe kanë thënë që po i mbajmë këtu derisa të Të konsolidojmë kujtuar njerëzve bëhet fjalë marrëveshjen e ndryshimit kufit. marrëveshjen e Washingtonit. Dhe i kanë futur aty dhe gjatë kohës që i mbajnë në paraburgim, bëjnë edhe dosjet. Nuk është se ka pasur diçka të konsoliduar, sepse edhe vepra për cilat ata akuzohen, kërkon një provë shumë të fortë, kërkon planifikimin dhe paramendimin. Se nëse do ju thuar që kanë në ndërmarrje të përbashkët kriminale... Po dëshmitarët që kanë dalë kundër tyre, janë të gjithë të vënë, thuat, janë të paguar? Dëshmitarët, ata kanë operuar me dëshmitar sekret, që nuk është normale, por një pjesë e dëshmitarëve që kanë qenë publik, kanë qenë përgjithsisht të qesharak. Pra kemi përfunduar në dëshmitarë të cilët kanë thënë, më ka vjedhur UÇK-ja lopën. Po ndërkohë nuk flasim për këtë lloj dëmesh, po flasim edhe për vrasje njerëzish. Vrasjet e njerëzve duhen provuar konkretisht me lidhje shkakësore. Ne, në varësi të emocionit politik që mund të kemi pro ose kundër Hashim Thaçit, mund të themi ka vrarë Hashim Thaçi. Mirë po t'i japësh stof penal dhe kuptim penal, duhet ta provosh me lidhje shkakësore. Ku është implikimi i këtyre njerëzve në vrasje? Dhe ti Sebastian thuaj që, faleminderit, ti Sebastian thuaj që gjykata deri në këto momente nuk arriti dot, prokuroria nuk arriti dot që të provojë asnjë lidhje shkak pasojë përsa e përket vrasjeve për cilat akuzohen? Nga të gjithat që kemi dëgjuar faktikisht... Ka qenë publik gjyqi, apo jo? Pikërisht, për akuzat që janë ngritur, që janë akuza shumë të rënda, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duhet të provosh së pari që po flasim për një organizat që ka në thelb dashjen. Dashja është elementi kryesor i një vepre penale, po janë bërë bashkë për të bërë këtë vepër penale. Ajo që ne kuptojmë, po e marim juridikisht, për çdo qytetar që na kupton. Si ka mundësi që të gjithë komandantët e zonave kanë dalë të pafajshëm kur kanë shkuar në Hag, gjyq, në krahun tjetër ti thua që ti je një organizat që ke kryer këto krime. A mund të ketë pasur krime? A mund të ketë pasur probleme? A mund të ketë pasur vjedhje? A mund të ketë pasur plaçkitje? Ti thua nuk është provuar për këta të katërt që pritet dënohen, apo jo? Jo. Dhe që janë kërkuar 180 vjet burg. Me aq sa ne shohim, nuk është provuar. Atëherë ka shkalluar gjykata e Hagës, prokuroria. Ka drejt Ramsi dhe Fantomasi që i thonë idioti. Unë besoj se ky është një gjyq politik, i cili është bërë për një arsye shumë të thjeshtë. Je dakord me Indritin apo ke një qasje tjetër? Indriti thotë ishte për të hequr nga skena. Nuk besoj për heqje nga skena, por besoj për diçka tjetër. Cila është? Ma thuaj me diçka. Krijimi i kazusit për shkëmbimin e territoreve në Ballkan nga amerikanët, pa lejen e evropianëve, çoi që evropianët e thonë në Ballkan nuk ndodh asgjë pa lejen tonë. Pra, dhënia e një kazusi ku mund të bëhet shkëmbim territoresh midis Kosovës dhe Serbisë, do të ishte një kazus i cili establishmentit apo deep state-it siç quhet në Evropë do të mund të shërbente si kazus në Ukrainë. Siç e dim, shpeshherë Rusia e ka lidhur edhe Krimen dhe çështje tjera i ka lidhur me çështjen e Kosovës. Evropianët vunë veto dhe thanë nuk ka shkëmbim territoresh. E kuptova. Ti mendon që Serbia mbrapa kësaj pretence? Nga aja tek zhëja. Si do të thua Serbia ka kap prokurorin e Hagës? Nuk ka kap prokurorin e Hagës. Po si?
ka fakte të një pas njëshme se si vit pas viti, Serbia ka stisur disa prej akuzave që ngrihen ndaj krerëve të UÇK-s. I ka stisur? I ka stisur. Serbia ka shkuar deri aty, sa ke personat... Që Serbia i stis, unë këtë e besoj. Po që Serbia të kapi një prokuror që të kërkoj 25 vjetë burg. Shtëpia e Verdhë, për shembull. Është stisja. Ara, jo nuk është fare në akuzë. Po mbi këtë u ngri gjykata. Dakor, u ngri gjykata, pra të nuk është në akuzë. Pra, stisja nga aja, që është Shtëpia e Verdhë, se nuk është Si vetëm thua kaloj të shërbimet për të ngri gjykata. Rusia e para që mbështet diplomacinë serbe dhe Serbia e cila nga dita në ditë punon për këtë lloj gjëje. E kuptova. Koha do na tregoj më shumë. Marsi, ti si avokat penalist që je. A mund të më thuash të lutem, bile para se më thuash në vin mesazhet e QR kodi, që quhet Totus. Antoni thot mirëmbrëma Çani, komplimente për indritin që ke ftuar sonte, sidomos në praninë të Sebit, është një vlerë e shtuar për emisionin. Pyetja është, a ka tjetër hallk pas gjykatës speciale për drejtues të UÇK-s? Pilafi thot, thot mirëmbrëma Çani, pyete pak Sebin kush qethur? Perl. Bani thuj, të Albani. Te bani, te volibomit? Pash ku ke volibom, studio. Te bomi, bani, te bani. O, Marsid, i digjove dhe indritin dhe Sebin. Je diku në mes? Jam diku në mes, sepse unë mendoj që konvergojnë disa shkaqe për të arritur në një qëllim funksional caktuar. Është edhe çështja e lëvizjes së elitës politike dhe konsolidimit partnerëve të rinj, gjë që konvergonte pikërisht me këtë gjyq. Pra unë nuk mendoj që në thelb akuzat qëndrojnë. Dhe e dyta është edhe çështja që gjithmonë ka shkaqe që prevalojnë dhe që përfitojnë. Për shembull, është ideja e delegitimimit luftës së UÇK-s ose e prishjes së imazhit të shefit politik dhe të komandantëve, duke cilësuar si kriminal luftet të cilët kanë bërë vepra penale, por po të shikojmë procesin, asnjë nga dëshmitë ose provat nuk ka një fakt ose një provë të drejtë për drejtë që implikon. Me drejtë që tha Indriti janë gjëra, domethënë, që nuk e vërtetojnë elementin e fajësisë ose si mund të kërkoj tjetri 45 vjet që se s'ka fakte të blinduara më burr, se kjo është çmenduri. Imagjino sikur gjykata për një moment, edhe sikur gjykata tregohet tolerante, po themi, dhe të bëjë nga 45, të bëjë 25 ose 20, pra për shumë, nëse kjo thotë Indriti dhe Sebi janë të vërteta valla. Pa një moment duhet sqaruar kjo histori, se ata janë njerëz valla, nuk janë kafsh. Të asnjë nga ato deklarata unë s'kam parë që të bëhet lidhja e para njëre bashkëpunimit midis tyre komandantëve, e dyta implikimi i anës subjektive, që është dashja, me drejtë që tha Sebi, pra është qëndrimi ndaj veprës penale, pasojat që ti kërkon dhe përfitimi që ke prej tyre, nuk faktohet. Dhe kjo erozon në esencë procesin. Ama në lidhje me shkaqet politike dhe marsyet e tjera që janë konkretisht arsye force, pra është real politik, mendoj që konvergojnë. Është dhe interesi i Serbisë konvergon me interesin e partnerëve të Bashkimit Evropian, të cilët duan të bëjnë lëvizjen e elitës politike, e cila ka qenë goxha e hermetike dhe goxha e konsoliduar, duke përfshirë dhe grupet e interesit. Unë e kuptoj këtë gjë, mund të japë një çështje për nxjerrje nga politika. Po kjo më duket shumë ekstreme. Kërkesa për 45 vjet burg, i bie të vdesin atje ata, ose të dënohen aq. Kur konvergojnë shumë interesa, gjëja bëhet e komplikuar. Pra, i bie që këta të kenë shkelur në kallo të tmerrshme vëlla. Ramushit 25 vjet i kërkuan për mori zero. Po. Ramush Haradinaj. Pra ti thua, nuk është çudi gjykata ashtu fare? Nuk është çudi. Do diskreditohej drejtësia ndërkombëtare totalisht. Nisesh nga premisa që prokurori nuk është mirë. Ose që është i kapur. Prokurori duhet justifikoj vetëm. Prokurori në vetvete për nga natyra është represiv. Është i ndërtuar si represiv. Gjykata ka gjykata mund të harrin nga 45-0? Patjetër, nga 25-0. I bie që t'ia marrë njerëzin prokurorit në sy të gjithë botës, ai prokuror pastaj duhet të zhduket. Prokurorëve përgjithsisht ju merret erzi kur kërkojnë përveç në Shqipëri. Në gjyqet penale, procedura penale, sidomos procedura penale ndërkombëtare, ka një parim shumë të rëndësishëm, i cili quhet parimi i objektivitetit, që do të thotë prokurori kur ngrej një akuzë, nuk niset me perspektivën që vepra penale është kryer dhe duhet ta faktoj, po niset dhe nga perspektiva që mbase faktet dhe provat të cilat janë pjesë e procesit nuk e faktojnë dhe nuk ka vepër penale. Dhe perceptimi që krijohet publik është ideja që këto qëndrojnë tash si ka mundësi që qëndrojnë. Mund të jetë edhe komplet e kundërta, dhe s'është asnjë çudi dhe nuk është se unë mendoj mendova që drejtësia e tekalonte perceptimin. Mendova se nisi nga, thuash, operonte me elemente të tjera. Perceptimi është element shumë i rëndësishëm në drejtësi. Jo më kodësh dhe parimi i aksesit edhe i publikut. Që një çështje publikohet sepse nevojitet edhe perceptimi që ka. Një pyetje absurde, por jo e pamundur. Nga që jam duke riparë në fakt, se e kisha parë si ashtu, po tani po e shitem Netflix fakt, se e dija si histori. Nuk e di sepse më kujtua sot nga që kishim çështjen e këtyre, të Hagës, Indrit, po shifja këtë në Netflix, historinë që në Shqipëri nuk e njeh njeri, po që shënë si ka. Po shifja historinë e këtij pronarit të madh të
që ka qenë deri para 10 vjetësh, ile më pak, deri para 7 vjetësh ka qenë pronari i madh. Robert Murdoch. Jo, pronari i madh me origjinë libaneze ky, francez dhe libanez, i Renault dhe i Nissanit. Pra, ka qenë njeri i Renault, pastaj këta e çuan te Nissani në Japoni se Nissani kishte probleme për të bërë një bashkëpunim, një kështu fusion. Shkoi atje, një moment saktuar pas shumë viteve e ngriti dyja kompanitë, dhe Renault dhe Nissanin, pra i mbajti të dyja, ata i thanë mos i mbat dyja, hajde vetëm këtu. Filloi të jetonte atje për shumë vitesh në Japoni, në Tokyo. Erdhi një moment saktuar i futën në brylin, intriga gjëra, se bëhet fjalë para të madhe shumë. Ky ishte një superstar ndërkohë, kupton? Takohej me shefa shtetesh e kështu sepse dhe një moment saktuar e futën brenda. Në Japoni që ka e tmerrshme, se në Japoni po u futet brenda, valla me 90% je i dënuar. Nuk ka këto prezumimi pafajësisë si në Europë, si në këtë botë. Dëshon në procedura penale. Atje nuk ekziston prezumimi pafajësisë. Këtë po dëgjoja me shumë interes, ishte shumë e bukur. Një moment saktuar nga që ky pretendonte që s'ka bërë asgjë dhe nuk kishte prekur asnjë lek, se ky fitonte 8 milion euro në muaj, 8 milion dollar në muaj, e kupton? Pra s'kishte absolutisht asgjë, që mos hyj detajeve, një moment saktuar, në momentin që fut brenda e pa që as avokati nuk ja lejonin në marrjen pyetje 3 muajt e para, tha, unë duhet të gjej një mënyrë ta ratisem. Është histori e vërtet. Është film Netflix, kush do ta shohë le ta shohë. Është shumë e bukur dhe u aratis. U aratis, sigurisht mori disa gringo, disa amerikan, gringo i theme për këtë liun, amerikanëve se i kam shumë gjatë. Ish ushtarak dhe ish kështu të CIA-s. Bile njëri ishte akoma, më duket, po këtë nuk e thot mirë ajo filmi. Dhe ata e përgatitën gjithë strukturën, ky arriti të dali, pagoj 1 miliard. Qa ka Japonia? Garancin. Kaucion, garancin. Po pra që ta nxirrin. Mi po ishte gjithmonë me polici i ruajtur. Në survejim. Në survejim. Bam vjen një moment, e sigurojnë këta gjithë infrastrukturën, erdhen, e marrin e futin një valigje, si kur ishte një grup koncerti që të këndonte, ato valigje, jo valigje, nga ato si kutit mëdha që futen këto kitarat, që futen këto gjërat e, ke pasur këto kutit që kanë koncerte zakonisht, janë të mëdha, futet brenda i çan një vrim që të mirë të ajër, kaluan aeroportin, nuk e futën te ato rrezet që ta kapte, kaluan e futën në avionin në jet privat që e kishte të gjitha për pagesa, të gjitha këto, edhe ikun në Liban. As në Francë nuk vati do, sepse Japonia dhe Franca e kërkonin të dyja dhe jeton në Liban. Dhe thanë, nuk jam për pishman, dhe po të më dofte prapë një të gjithë do bëja, do ikja. Nuk i shmangen drejtësisë, por do ikja sepse është e pamundur, është një gjë fare absurde kjo që po më ndodh. Dihet që është një luftë e brendshme që ba kanë bërë X japonez, X grupet e tjerë. Sa mundësi ka Thaçi dhe shokët e tij ta ratisen nga Haga në qoftë se dënohen. Kjo është pyetja ime. Për momentin e pamundur. Për momentin. Sa mundësi teorike ka? E para nuk kanë ku arratisin sepse nuk kanë një Liban si atë dhe që të shkojnë dhe ata në Libanin e tyre. E dyta Gjendet vendi. Nëse pagesa është e lartë, gjendet vendi. është e bukur kjo që thonë kudo ku ke një ishull vetmuar është i britanikëve. Nuk ka një dhe e dyta këta nuk deshen të bëhen si Karagjigji dhe Mladiqi dhe këta tjerët për t'u arratisur, për të mos u përballur me drejtësinë, për t'ikur nga absurdi. Përgjithsisht shqiptarët kanë shkuar dhe janë përballur me gjykatën edhe kur ka qenë absurde, edhe kur ka qenë Pra ti thua nuk e shkon fare në mendje kjo gjë, po ti jap vendos ti vetëm në vend atë. Se mund të arratisëshin kudo. Edhe sikur të dënohen 20 sa vjet. Nuk do të arratisen. Është vetë mënyra se si ata janë qasur drejtësisë edhe kur ka qenë e padrejtë. Po do mund ta bënin që se do vendosin për Jo, to? nuk janë aq të talentuar dhe aq të pasur sa ky Renos. Zyrtarisht nuk janë aq të pasur sa ky Renos. As privatisht. Po praktikisht mund të jenë. As privatisht. Thonë që janë pra. Thonë, dakor, të shpresoj që të mos i kanë quar në gjyq me këtë që thonë që janë. Po që se është perceptim që thot Marsidi, me sa po shohim portale ka shumë pasuri. Jo ata vetë në emrin e tyre, po familjarët e tyre. Po familjarët e tyre nuk kanë ndonjë pasuri, kanë grupet e tyre, partitë e tyre, se këta kanë qenë afër me biznesmen caktuar. Nëse çon si ka, ti thua një dritë që ata nuk do e bënin, as nuk shkon në mendje kjo gjë. Nuk mendoj që do e bënin. Se do e bënin? Jo, Marsidi. Ne jam i bindur që jo. Jo. Edhe nuk ekzistojnë as kushtet për ta bërë. Por edhe po dish që të ekzistonin kushtet, mendoj që nuk kanë vullnet, duan të përballen dhe të vërtetojnë pafajësinë e tyre. Dakor. Çani. Unë them këtë pronarin e Renault edhe pra, me që jemi duhet ta çojmë diku. Ore, Nissani pas ka një makinë. Po, Nissani pas ka një makinë pa parë, valla, se e pash tani këtu ka një GT. Të gjithë. Ato makinat e shpejta. Një perle pa parë, po e shika. Një perle makinë, o Marsit, se ti ke qef. Po. Po ti çfarë zhumë të bukur bënte më burr.
Atë ka Nisani, me atë mburet, me një GT. Me atë do të aratisën. Jo, s'ka lidhje, jo. Po shifja Nisanin, japones. GT-ja që e ke papaj, ke parë se? Jo, se... U të shërë prele futu pas të në YouTube kur të mëroj, më shimë regulli. Ledi, ke parë GT në Nisanit? Yll është e bukur shumë është. E bukur është. Pyta. E me qëra fjalla, më vidë. Ka të bëjë dhe ku e naftën. GTR, se Ka zhurmë të bukur me Ka të bëjë dhe ku e naftën. Ka zhurmë të bukur me këtë benzinën tonë. Ajë ta shofë është. GTR në fakt, nuk është GT, për gjithë njëse makinave, se e thash gabim, është GTR. Me qëra fjalla, i ki funizohemi, urgjensë, se po në mbaron karburanti. Po t'japësh GTR-ës, anon shpejt, vare se është typ. Ju kanë thënë që i tërë mos fusi çdo lloj zorre që ju der përpara në rrugë, te makina juaj, do merrni qaf makinën dhe veten. Po. Në Shqipëri ju e dini, mashtrimi fillon nga nivelet më të larta, nga maja e piramidës deri poshtë, të gjithë mashtrojnë. Do thoni ju Arian, po pse në botë nuk mashtrojnë? Edhe atje, po me takt. Ka një takt, ka një etik. Këtu nuk ka etik, valla. Kështu që kujdes, do shkoni, do thoni ne do furnizojmë makinën tani, unë do furnizoj makinën, do shkoj te SPO Ili. Fiksojmë mirë të logon këtu. E keni gjithandej SPO Ili, mjafton të esni rrugë, kur bendi esi për shumë, ktheni kokën majtas djathtas, ju del SPO Ili, është një perlë e papar. Performancë motori brillante, the fuel of champions, është karburanti kampionëve. Kujdes, vetëm të SPO Ili. Bravo Said. Plasim fabulën tjetër, Levjo.